muaj tetor është një muaj shumë i rëndësishëm për shëndetin publik. Në kuadër të rritjes së ndërgjegjësimit të gjithë popullatës, por sidomos të grave dhe të vajzave për parandalimin dhe zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Ne tashmë kemi një program depistimi kombëtar të kancerit të gjirit, i cili ofrohet nëpërmjet mamografive stacionare dhe të dy njësive të lëvizshme të mamografive në vendin tonë. Është një program depistimi i kancerit gjirit që besojmë me një ndihmës goxha të theksuar në depistimin e fazave fillestare të problemit të gjirit. Përveç mamografisë që ka kufizimin e moshës që ju e dini mbi 45 vjeç, kjo do bëhet edhe kombinuar me EPO. Sepse EPO nuk ka kufizimin e EPO, kështu që do pasë në këtë periudhë jo vetëm të jetë tetori roz, por gjithë viti të jetë roz. Shoh kualiteti shumë mirë i imazhit, i pastër, i mirë, bravo. Sonja Minister, edhe njëra nga gratë që dëshiron të kryejë mamografi. Mirë, juve në Orkestrën Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar, edhe sonte kemi koncert, dhe për fatën mirë përpara sallës kemi koncert, është edhe pikërisht Po shumë mirë. kjo që shpëton jetë. Patjetër, se sa më herë të kapet? Po, pikërisht. Në kohën e duhur, nga eksperienca familjare, më bën që t'jem akoma dhe më kujdesshme dhe kjo është detyrja ime për të gjitha gratë, të kujdesen për veten e tyre. Faleminderit.